Asfaltimi i rrugës Lojan Miratoc tashmë ka përfunduar prej vitesh, por vendkalimi kufitar as se si të nisë të funksionoj. Banorët thonë se hapja e këtij vendkalimi kufitar është i patjetërsueshëm. Ato vinë kur të kenë vota ngasin. Kur kryen votat, s'kryet kur gja. Para votave këtë bon, qelet kufini, a këtë jemi miqasi me Miratoc e Lojan. Kjo është shumë e nevojshme. Na kemi familje, na thonë, kemi knena. Kishtë qenë 2 shtëpia këtu në Maqedone, motit dhe t'ishte qelë kjo këfuj. Po nuk qelet. Kjo neve në lëtëson shumë. Se në mu sjellë kolla në tabanës me shku për 20 euro për në delë. E këtu e neve në delë më shkurt, për 15 minuta him Miratocën, Tërnova në Presheve, të në tonë më gjitha katunë. Për kryetarin e komunës së Likovës, Sadullah Duraki, qeveria jonë dhe ajo e Serbisë janë fajtorët kryesor për mosjetësimin e këtij vendkalimi kufitar. Fajtori që kërkojnë popullata, qytetarët e atij vendit, janë shumë vështirë të gjendet, për arsye se për hapjen e kufinive është kompetent kanë qeveria Republikës së Maqedonisë dhe qeveria Republikës së Serbisë, dhe kështu që këta 2 qeveri duhet ta hapin kufin, në veçanti kompetenca është e Ministrisë e Punëve të Brendshme dhe Ministrisë Punëve të Jashtme. Marrëveshja për hapjen e vendkalimit kufitar Lojan Miratoc u nënshkrua gjatë vitit 2005, por u bën 10 vjet tashmë edhe për të nuk është lëvizur asnjë gur. Nga ana tjetër, në pjesën e Serbisë, përmes fshatit Miratoc, rruga që çon drejt kufirit me Maqedoninë, është asfaltuar gati 5 vjet më parë.